4 vjetër secën. Çfarë do bëjmë sot? Ka vënë bas Mateo secën. Hajde gjim në basket. Hajde gjim në territorial. Musumet shqiptar janë shtetin, janë njerëzit më të suksesshëm nëpër botë. Ua, sa hipokrite. 20 vite emigrim. E kemi Rogerti? Okej, me shumë sakrificë. E ke historinë e Rogertit? Sakrifica nuk e bën me gjaku shqiptarja shtetit. Ti di sakrifica që kanë bërë? Mbyllë gojën e ti shaun si ti, shko me rubrike edhe ti e Je shumë e vogël para me. Ti mbron njerëz që s'kan integritet. Ti mbron degenerimin këtu brenda. Ti mbron njerëz, jo njerëz. Ti je pari këtu që ke vënë ndjenjat e tua kështu në një lojë pa me ato ndjenjat fake, pëlqimet fake që ke. Okej, jetë e sill briketet si të dush ti, po nuk sillet ajo, ashtu si mendon ti. Ti jetë e sill atë si të dush ti, mendon ti se del me kulturë deri lart para publikut. Kujtoti se ne tjerë kemi kulturë edukat, o djali dashur, ndavim ne. Deri dje the, Mateu je djali vërtet, e ke dashurinë e vërtet. Ma shpjego pak si që kanë fallë. Ma shpjego pak më si që kanë fallë. Nga i parit e i fundit ke ofendu. Ma ke dëgju një ofendim në mund në këtë bisedë. Inteligjenca jote Juela Po, jam shumë inteligjente, jam shumë e preft. Po na i pranë argument. Ajo që mendon ti. Po na i pranë argument, llafe bosh. Cili është argumenti jot? Me që jeti më i ditur dhe je inteligjenti, ma jeti një debat. Fol ti një debat. Për shembull ti shkon në tua kod dhe mos materiale se ajo është ja kush po ofendon. Jep ti një debat. Jep ti një debat. Je kaq inteligjent. Je kaq inteligjent. Edhe ajo është inteligjente. Çeshur nuk e boti, mos kanë çeshku. Ti je debat, ti je debat. Unë nuk kam qeshku, unë jam Juela, ju e mohoni Juela, sepse ju nepotizë mohoni Juela. Unë jam Juela, të dashur nuk kam nevojë. Gimba, atëra smundesh me mu, ati smundesh me mu, ati smundesh me mu Selim, bravo Juela, ashtu. E di ti kur duhet ta fush. Në rregull, rrie qeti për atë punë, jam Juela, jam shumë krenare. Jam shumë krenare të mbrojmë nga ftyrat e juja. Le të dalë vevrike, le të dalë aktaruse, le të dalë agresive. Me ftyrat e juja jam vlen. Me ftyrat e juja jam vlen. Me ftyrat e juja, jo mu mbroj. Po duhet me vu një gjohë armatur fort. Identiteti tat me i vën pikën është armatura ime. Është armatura ime. Më keni sulmu për buzëqeshje, më keni sulmu për agresivitetin mu mbrojt me ftyrat e juja. Si ofendoni nga mjesit e i darë, femër e qelbur. Qa do thot për ty femër e qelbur? Ku e ke pa? Qa do thot femër e qelbur? Ma argumento pa femër e qelbur. Kur do këmë përgjigjen e qa do thot me të komentu babën që kena përbod, atë të kena më përgjigjen. Kush kjo? Kjo mbron degenerimi. Ti mbron degenerimi me që të vitë tur nga vedja. Duhet të vitë tur nga vedja që mbron degenerimi, mbron rogetin, qdo qa. Jo ti ke kërku, ti ke kërku shpjegime mu logari për pozicionit, tu s'ta ka kërku ndo njerë ty për të sulmu. Se se unë të skuptoj në rregull, shumë mirë. Ullu me u procesu, sepse nuk e argumenta dhe nuk kuptoj. Po patjetër. Diskutimi me ty nuk dini një rezultat, prandaj unë nuk kërkoj mendime ty se s'të kuptoj. Ofroni ju që jeni inteligenta debatet. Mira, o Gimba. Nuk e di unë ku është, Mirë Gimba duhet me të thirë, Mirë Gimba. Ik me vajtë nga mirit e Gimbo, kështu, pam. Ti s'di qa thu, ti po fluturon. Po pse se shion preferumin e publikut? Pse se shion preferumin e publikut dhe ofron agresivitet e ofendime? Ti ofron vetëm ofendime. Ti je shembulli si kur ke i pushtet si qa bën. Kush pa përkraje? Unë jam